Do të vjojmë tani me një tjetër lajm, i cili patjetër shkon për ata që e admirojnë borën, për ata që preferojnë të bëjnë ski dhe që e duan aventurën, por nuk duan të shpenzojnë parat, paktën jo për të bërë ski. Në zemër të Alpeve franceze është një fshat i vogël i cili po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e gjithë Evropës për një vendim të pazakon dhe të guximshëm tepër. Sant Colomban des Viards ka vendosur që gjatë këtij sezoni dimëror, skia të ofrohet plotësisht falas për të gjithë vizitorët. Është një hap i rrallë i cili synon të ringjallë ekonominë lokale dhe të shpëtojë një komunitet malor që prej vitesh përballet me vështirësi financiare. Vendimi nuk lidhet me turizëm elitar apo me strategji marketingu luksos, por është një zgjidhje kreative ndaj një krize që ka zgjatur prej dekadash tashmë. Stacioni lokal i skis ka operuar me humbje prej rreth 25 vite, duke u përballur me rënje të numrit të vizitorëve, kosto të larta mirëmbajtjeje dhe ndryshime klimatike që ka ndikuar në sasinë e borës. Për pasojë, fshati ka parë një tkurje graduale të ekonomisë dhe largim të banorëve të rinj. Autoritetet lokale shpresojnë se ofrimi falas i skis do të tërheqë turistët e rinj, veçanërisht familje dhe të rinj të cilët më pas do të kontribuojnë në ekonominë e zonës përmes akomodimit, të konsumit në restorante dhe shërbimeve të tjera. Ideja është që fitimet mos vinë drejt për drejt nga biletat e skis, por nga rritja e përgjithshme e aktivitetit ekonomik. Reagimet patjetër që kanë qenë të përziera edhe në këtë rast, disa e shohin këtë nismë si një shembull inovativ se si komunitetet e vogla mund të përshtaten me realitetet e reja ekonomike, ndërsa të tjerë shprehin dyshime mbi shëndrueshmërinë afatgjat të modelit. Nga ana tjetër, drejtuesit lokal theksojnë se kjo është një përpjekje e fundit e tyre për të mbajtur gjallë fshatin dhe traditën e sporteve dimërore. Ky fshat në Alpet franceze është ndruar në një laborator social dhe ekonomik ku Europa po vëzhgon nëse skia falas mund të jetë një çelës për të shpëtuar komunitetet alpine në krizë, të cilat janë duke ndjerë këto vështirësi për gjatë viteve të fundit, ndonë se mbeten ende atraksione turistike, kanë shënuar një tkurje për shkak edhe të largimit të të rinjve nga zonat rurale dhe mëtej edhe aktiviteti ekonomik bëhet praktikisht më i vështirë. Megjithatë, me nismën e fundit synohet të ketë një rritje duke i inkurajuar njerëzit përmes ofrimit të skis falas. Nëse do të funksionojë apo jo, mbetet diçka e cila do të shihet ndër vite dhe do të jap rezultatet padyshim më vonë. Megjithatë, uroj që kjo mos shkojë drejt një abuzimi, por të nxjisë patjetër edhe ekonominë lokale, jo vetëm interesin e atyre që dëshirojnë që të shkojnë edhe të bëjnë ski falas.